Në logjikën që po thoni ju. Po. Flasim me logjikën që po thoni ju. Sipas vendit bëhet kuvendi. Jo. Kështu po thoni. Pra, është vap, nuk e vendosim. Jo. Është shi, do e vendosim se të mos na lag. Jo. Këtë po thoni. Jo, unë se vas për shi, ta kemi mundësiun se të fare me logjik. Realisht ata përveç të rrugëve. Pra, është shi, e vendosim se nuk na lag. Në qytet ishte vu fare. Po, më thatë për Italin. Po. Morët preferencë Italin. Në rast se ti nuk e referencë, jo preferencë, për referencë. Nuk e vën kaskën? Në rast se nuk e vendos kaskën 2 herë. Jo. Po ta them jo. Jetoj vetën, jam qytet. Jo, mund të jetosh vetë. Unë kam. Ne kemi të një gjumë, ne kemi të jetuar vllai, kam 27 vjet, edhe patentën e kam italiane. Nuk më tregon dot ti mua. Të lutem, edhe një herë. Shiko, unë e tha për mos dizinformoj, tha zotrisë. Edhe një herë. Ta them vetëm mos dizinformoj. Në Itali nuk të gjej gjallë. Google dhe shikoje. Google kur tham ujku ti më thumu Google? Jo, edhe një herë. Po ujku jetoj atje po të them. Sepse po ta them. Por zotri, po jetoj atje më, është bardhë nxehtë, Shqipen e kam shumë elokuente. Unë jetoj atje. Se vë 2 herë kaskën? Dgjoj fjalë. Nuk është vërtet. Jo, dgjoj atë më ta mbaroj. Të lutem nderuar. Ai ka me të një gjumë. Ta mbaroj ai pastaj mbaroj ti. Ai ka me të një gjumë. Po çfarë do rregull tani po e kundër. Po ndryshe po them. Tani pasi i ke mësuar ato policat si kështu alla shqiptarçe. Edhe një herë. Ka shumë rregulla ndër. Fatmirësisht, si puna juaj, ne nuk rrim shumë se ne jemi të punësuar këtu dhe nuk shkojmë më shpesh në Itali, por sa herë që vemi, na lidh puna, mua personalisht më ka lidh puna që të komunikoj me kolegët tanë dhe të siguroj që ato informacione që i marr mundohem ti dedikoj dhe ti transmetoj edhe për qytetarët tanë, sepse realisht ju nuk marr vetëm aty referencën, por marr referencën dhe Greqinë, që ditë të them që për alkoolin është bërë 2.000 euro masa administrative në Greqi, dhe në rast se përsërit herë të dytë hiqet fare, të lutem. Italia ba me burg me kanë pasur. Pra, do me thënë ti po thua anashi. Unë po kuptoj që ty asnjë ligj nuk të pëlqeka dhe ti thua hajde bëjmë anarshi, mos respektojmë asnjë ligj, asnjë kod, po ti bëjmë nenet. Për i sigurimi 1.000 lekë të reja. Duhet përdor alkoolin ti mo. Dhe ai është ekspert, unë flas dot para ti në lidhje me. Dhe pini një kafe Corretto Belis, Corretto Sambuca. Dhe ti nalesh dhe të heqin patentën dhe shkon burg dhe ty të duket normale kjo? Du me qenë anarshist, po automatik ndorë me jo, nderuar, të jere si shpuni për shoqërinë, më. Po nuk ka normal, po një kap alkohol në kafe, dhe ti më hecë mu patentën në fut në burg. Po më nderuar, sepse mjekët të lutem, të lutem, po qa po thuti më burg, po kjo po në na shkaprut jetër më me këta ligje, po të betohe më burg, na shkaprut jetër me këta ligje, po na bani Shqipinë, sipas mjekve, ajo tekja e rakis, nuk është teke, pash një tap, afja që është Corretto, po i lave dhamt, me listerin e mjes. Dhe të doli këtë dera shpis, polici, listerinat, jep ty alkohol. Dhe të iksh në burg. Dhe analizat për përshpen të urinës dhe gjapët do të zerën të nga burgu pas 6 mujtve. 6 mujtve ti heq nga gruja, nga fëmija, nga nana, nga papa. Dhe i shtet dhe një grus me këto ligje. Neve. Po mi më ti po thua Europën, po merë Europën për Europa ka 0-11, më 0-13. Europa 0-11 ka Europa. Dhe Italia tani e ka bërë. Po ligje ka Italia jeni ju Denigrus. Nëse ka Italia, nuk e komandon të Itali. Ti nuk duesh me batë ka për Italia së bënë Gjermania. Nuk e komandon të Itali. Ti duesh me batë ligjin më të mirë të zotrisë, të italistë, të gjermanistë. Nuk e kam atributin që të vendos ligjet në Itali. Nuk e kam të atributin.